shumë sa nga folë për ditëlindjen këtë herë. Ja hodhëm policisë. Mirë se erdhët në aventurën tonë për të shkuar në Pezë. Tani kemi 2 rrugë. Se nxorishëm? Andeja. Kjo rruga supozoj na nxjerrë më shkurt, po se do të zbulojmë. Është, nuk I lihet nusja makinas. Makina nusja si mos kur është të bjonda. Aha, Bie, jo. Renea. Se ku të shkojmë? Edhe bim këtej pak, nëse ti ku dalim. Po, Andeja. Po propi bim u bashku këtu më mirë në trafik edhe jemi këtu. Jo, asnjë nga këto rrugë s'ma thot gjë. Gjuam. Modeli do na e thot shpresa. Cili është modeli? Shpresa. Po, kështu e dua, që të ndalë. Okej. Si jam bërë gati akoma. Të gjithë bashkë edhe të festojmë ta ditë.
Gati! Ta bëma me video. Ta pik muzikë. Ora Gert, putë sa, kjo sa për foto. Po shkim me rakë. Kemi rregullu ma Gati. E gati. Kemi emocione. Tani. Tararan tan tan tan. Gjëra. Tan tararan tararan. Tan ta 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 tan 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 tan. Gabriela, si mendon, do jetë wow or no? Sëra e hape, 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 hape. A few hours later. Happy! Shkoj 32 Alda. Wow! Goca, është ideja ime. Goca, thoni. Edhe djajna bërë. Ale, Zyra nisë. Wow! Mbaroj gjithçka, nuk e di, ka qenë një ëndër. Më thënë dikush do të më zgjojë, thaj që Zgjoje 30. zgjohë që je 30 bërë gjithë të gjë, nuk e di, jam kënaq shumë pafund. Nuk kam fjalë, thjesht s'kam fjalë. Good night, Kemi tani. nesër është ora Natën. 1 natës. Mirë mëngjesi. Sot jam zuar 30 vjeç. Unë vazhdoj të jem këtu te Il Paese. Jemi zgjuar pak vonë se normalisht jemi lodhur. Jo shumë vonë në fakt, ora 10. Tani po bëhemi gati. Kam qëndruar me stilin dhe toletën këtu, por nuk është se kemi filmuar, ju kërkoj shumë ndjes. E kuptoni vetë kur është gjithë kjo euforia, gjithë kjo gjëja, por që kemi kaluar shumë bukur. Edhe nuk di, më duket si ëndër, më duket sikur ishte një flusk, edhe thjesht u çpua dhe jemi tani prapë qetësi. Nuk e di, jemi kënaqur, e kemi shijuar, çdo gjë ishte shumë bukur, të ftuarit ishin vesh të gjithë në sinkron, bukur. Nuk e di, nuk kam fjalë. Kjo është festa më e bukur që unë mund të kem bërë. Nëse unë gjithaj bëjt bukra. Se dhe festa Bekit ka qenë shumë e bukur, por se cila në karakterin e saj. Do të thënë, kjo festë ishte gjë tjetër, edhe në llojin e saj ishte ndryshe. Kështu që jam shumë e lumtur për gjithë gjën. Nuk e di. S'ka fjalë. Nuk kam fjalë. Sot është tamam data e ditës së lindjes time. Data 31 dhe nuk më besoj që është edhe ditëlindja, por është viti i ri. Duke qenë se jam larg shtëpisë, nuk jam zgjuar në shtëpi. Më duket shumë e çuditshme. Nuk po më besoj që është viti i ri, njerëz. Sot është nata vitit të ri dhe nesër zgjohemi në vitin 2026. Nuk e di se si po kalojmë, por që kur kalon shumë bukur, nuk e kupton kohën. Gjithë darka na është dukur një orë. Aq shumë kemi kërcyer. Nuk e di sa e bukur që ishte. Tani na thoni juve se si ju është dukur. Pavarësisht se gjëja më e bukur nuk është filmuar, momentet më të bukura normalisht lindin në një moment që ti se ke ndërmend të filmosh. Jemi munduar të filmojmë, por disi e ka patur Ajli të pamundur, se jemi munduar të bëjmë edhe content për Instagramin, foto, video që edhe ti kemi. Kështu që uroj me shpirt
T'ja kemi dalë për të filmuar një tjetër video dhe për të treguar të gjitha ndjesitë e kësaj ditëlindje. Hoteli dhe lokali, vendi që unë zgjodha për ditëlindje është një ëndër prallë. Zere se ne kemi qenë në Paris. Shikojeni pak se sa e bukur. Atje ishte salla ime që tani është normalizuar. Ne kishim shndruar totalisht në një gjë tjetër. Këtu ishte pritja, korridori, lart janë dhomat, nuk e di. Fantastike. Çdo gjë.